Strukturat e Komisariatit të Policisë Sarand kanë finalizuar operacionin policor të koduar Administratori, duke goditur një tjetër rast të kultivimit dhe përpunimit të bimëve narkotike në ambiente të mbyllura në qytetin e Sarandës. Gjatë kontrollit në 2 apartamente të një pallati 9 katësh në lagje numër 2 të përshtatura posaçërisht për këtë veprimtari kriminale, u sekuestruan 157 bimë narkotike, kanabis sativa të kultivuara në vazo, si dhe 18 kg kanabis i thar, gati për shitje. Policia gjeti edhe një sasi të madhe pajisjesh elektrike, përfshirë llamba ndriçimi, kondicioner, ventilator dhe filtra ajri, të përdorura për kultivimin, tharjen dhe përpunimin e lëndës narkotike. Pajisjet furnizoheshin me energji elektrike përmes lidhjeve të palishme. Si rezultati i operacionit, u arrestua në flagrancë EB, 45 vjeç, administratori i pallatit ku ishin përshtatur ambientet, i dyshuar për veprat penale, prodhimi dhe shitja e narkotikëve, kultivimi i bimëve narkotike dhe vjedhja e energjisë elektrike. Gjithashtu u procedua penalisht edhe bashkëshortja e tij. Në vijim, 4 shtetas u shpallën në kërkim, të dyshuar si të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Policia vijon punën për kapjen e tyre dhe për dokumentimin e plot ligjor të rastit, ndërsa materialet procedurale i janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme.